Ai po lyente trotuarin e vilës fqinje, pa imagjinuar se ai gjestë do t'i ndryshonte jetën. Duke refuzuar pagesën me një buzëqeshje të sinqertë, ai zgjoi kuriozitetin e gruas së pasur që e vëzhgonte nga porta. Dy botë të kundërta u takuan mes letrave, kafeneve dhe përqafimeve të heshtura, duke sfiduar mosbesimet dhe gjykimet. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Dielli i mëngjesit lante rrugët elegante të lagjes së pasur të kryeqytetit kur Marku zhyti penelin në bojën e bardhë për herë të parë atë mëngjes. Duart e tij të ashpra mbanin mjetin me saktësinë e dikujt që kishte lyer qindra trotuare ndër vite. Djersa filloi të formonte pika të vogla në ballin e tij, por ai nuk ndalonte. Çdo goditje me penel ishte e kujdesshme, metikuloze, sikur po krijonte një vepër arti në vend që thjesht të rinovonte bordurën përballë vilës imponuese. Shtëpia ishte ndryshe nga të gjitha të tjerat në rrugë. 3 kate me arkitekturë moderne, me dritare të mëdha xhami që reflektonin qiellin blu dhe një kopsht që dukej se kishte dalë nga një revistë dekorimi. Marku e dinte se aty jetonte dikush me shumë para, por kjo nuk e tremte atë. Puna ishte punë dhe ai gjithmonë bënte më të mirën, pavarësisht adresës. Ai kishte veshur këmishën e tij blu tashmë të zbehur, të njollosur nga kaq shumë rinovime dhe lyerje sa kishte humbur ngjyrën origjinale. Pantallonat xhinse kishin spërkatje boje me ngjyra të ndryshme, si një hartë e punëve që kishte kryer. Këpucët e tij të sigurisë, të vjetra por të besueshme, shkelnin fort në asfalt, ndërsa ai lëvizte me shkaftësinë e dikujt që e njihte mirë zanatin e tij. Në anën tjetër të portës elegante, Elena vëzhgonte nga dritarja e katit të dytë. Ajo kishte ardhur vetëm 3 javë më parë në atë shtëpi, blerja e saj më e re, dhe ende po mësohej me rutinën e lagjes. Ishte një grua 42 vjeçe, e mësuar me ritmin e shpejtë të biznesit, gjithmonë e veshur me kostume të papërlyera dhe mbante një agjend plot me takime. Por në atë moment, diçka në përkushtimin e heshtur të burrit që po lyente trotuarin e saj e bëri atë të ndalonte. Ajo zbriti shkallët e mermerit, kaloi hollin e hyrjes të dekoruar me piktura të shtrenjta dhe hapi derën kryesore. Zhurma e takave të saj u dëgjua nëpër kopsht ndërsa ajo ju afrua portës. Marku ishte aq i përqendruar në punë sa nuk e vuri re derisa ajo kolliti delikatisht. Mirëmëngjes, tha Elena, zëri i saj mbante aksentin e rafinuar të dikujt që frekuentonte takime biznesi. Më falni që ju ndërpres, por duhet të di sa ju detyrohem për shërbimin. Marku ngriti syt, i befasuar. Ishte hera e parë që shihte banoren e re nga afër. Ajo ishte e bukur, me flokë kafe të lidhur në një topuz elegant dhe sy të errët që transmetonin një seriozitet natyror. Kishte diçka në qëndrimin e saj që tregonte autoritet, fuqi. Ai u ngrit, pastroi duart në leckën që mbante në xhep dhe ofroi një buzëqeshje të ndrojtur. Asgjë, zonjë, u përgjigj thjesht, zëri i tij i ngjirur por i butë. Është thjesht një mirësjellje fqinje. Elena puliti syt, e hutuar. Askush nuk bënte asgjë falas në botën e saj. Çdo transaksion kishte një çmim, çdo favor fshinte një interes. Ajo studioi fytyrën e burrit duke kërkuar shenja të një qëllimi të dytë, por gjeti vetëm ndershmëri. Si asgjë, këmbënguli ajo. Ju keni punuar me orë të tëra. Duhet të kompensoheni për kohën tuaj. Marku tundi kokën, një buzëqeshje ende luante në cepin e buzës. Nuk ka nevojë, jo. Unë jetoj atje, ai tregoi me gisht një shtëpi të thjeshtë në anën tjetër të rrugës, shumë më e vogël se vila, por e mirë mbajtur. Më pëlqen ta mbaj lagjen të bukur. Është mirë për të gjithë. Elena ndoqi shikimin e tij dhe vuri re shtëpinë për herë të parë. Ishte një shtëpi 2 katëshe modeste, e lyer me të verdhë të çelët, me një verandë të vogël përpara ku 2 biçikleta fëmijësh ishin mbështetur në murlule shumë ngjyrëshe zbukuronin kopshtet e improvizuara, dhe një rip rrobash kalonte nëpër oborrin e vogël anësor. Ishte e kundërta e plotë e vilës së saj, por kishte diçka mikpritëse në atë vend që ajo nuk mundi ta definonte. Zoti ka fëmijë, pyeti ajo, duke vënë re biçikletat. Fytyra e Markut u ndriçua menjëherë. Po, kam. 2. Luka është 12 vjeç dhe Ana do të mbush 7 muajin tjetër. Ai i tha emrat me një dashuri që ishte e pamundur të mos vërehej. Elena tundi kokën, ende duke përpunuar refuzimin e tij për të pranuar pagesën. Sipas përvojës së saj, të gjithë donin diçka. Furnitorët frynin çmimet kur zbulonin kush ishte ajo.
Miqt shfaqeshin kur kishin nevojë për favore. Madje edhe marrëdhëniet e kaluara kishin përfunduar kur ajo zbuloi se interesi ishte më shumë tek pasuria e saj se sa tek ajo vetë. Jeni I sigurt që nuk mund të bëj asgjë për t'ju falënderuar, provoi ajo edhe një herë. Marku zhyti përsëri penelin në bojë. E keni bërë, zonjë. Më ladh të punoja në paqe dhe ishit e sjellshme. Kjo është shumë. Kishte një thjeshtësi në përgjigje që e çarmatosi Elenën plotësisht. Ajo qëndroi disa sekonda në heshtje, duke e vëzhguar atë të rifillonte punën. Lëvizjet ishin të sakta, profesionale. Ishte e qartë se ai e kuptonte atë që po bënte. Cili është profesioni juaj? Pyeti ajo me kuriozitet të vërtetë. Teknik ftojeje, u përgjigj ai pa ndaluar së lyri. Punoj në një kompani këtu afër. Por në fundjavë më pëlqen të bëj punë shtesë, rinovime të vogla, gjëra të tilla. Më ndihmon të plotësoj të ardhurat. Elena vëzhgoi duart e tij ndërsa punonte. Ishin duart të dikujt që nuk kishte frikë të ndotej, të dikujt që ndërtonte gjëra në vend që thjesht ti menaxhonte ato. Kishte kallon në majat e gishtave dhe disa plagë të vogla, shenja të një jete pune manuale. Ishte një kontrast I plot me duart e saj, gjithmonë të papërlyera, të mbrojtura nga kremra të shtrenjta dhe manikyr javor. Po fëmijët tuaj? Janë në shkollë? Po, janë. Luka është në ciklin e dytë të arsimit bazë dhe Ana sapo ka filluar klasën e parë. Ajo është super e emocionuar që ka mësuar të shkruaj emrin e saj, tha Marku me krenari të dukshme prindërore. Janë fëmijë të mirë. Më japin shumë punë, por janë jeta ime. Elena vuri re se ai nuk përmendi një grua apo bashkëshorte. Ishte një vëzhgim që e bëri pa vetdije, por që I tërhoqi vëmendjen. Sipas përvojës së saj, pak njerëz rrisnin fëmijë vetëm me zgjedhje. Një makinë luksoze kaloi nëpër rrugë dhe Elena instinktivisht kontrolloi orën në orën e saj të shtrenjtë. Kishte një telekonferencë pas 15 minutash, por për ndonjë arsye nuk ndjente dëshirë të largohej nga ajo bisedë e thjeshtë. Duhet të shkoj, tha ajo më në fund, me një ton pothuajse të nguruar. Por faleminderit për punën. Trotuari doli I bukur. Marku buzëqeshi përsëri. S'ka përse, zonjë. Kalofshi një ditë të mirë. Elena u kthye në shtëpi, por para se të mbyllte derën, shikoi edhe një herë pas. Marku vazhdonte të lyente, I zhytur plotësisht në punë. Kishte diçka ngushëlluese në atë përkushtim të heshtur, diçka që ajo nuk e kishte përjetuar prej kohësh në jetën e saj plot nxitim dhe presione. Gjatë telekonferencës që pasoi, Elena e gjeti veten duke parë nga dritarja disa herë, duke vëzhguar Markun të përfundonte punën. Ai pastroi me kujdes penelat, mblodhi kutitë e bojës dhe fshiu spërkatjet që kishin rënë në tokë. Kur mbaroi, trotuari ishte I pastër, duke I ri. Ishte mesdita kur Marku vendosi mjetet dhe u drejtua për në shtëpi. Elena e vëzhgoi ndërsa ai hapi portën e thjeshtë dhe hyri brenda. Disa minuta më vonë, dy fëmijë dolën me vrap nga shtëpia, qartazi të emocionuar për ta parë. Vajza më e vogël, e cila duhet të ishte Ana, u hodh në krahët e tij, ndërsa djali më I madh, Luka, ecte pranë tyre. Edhe nga larg, ishte e mundur të shihej dashuria e vërtetë që I bashkonte. Elena mbeti në dritare edhe pasi ata hynë në shtëpi. Kishte diçka në atë skenë familjare që zgjoi një ndjenjë nostalgjie për diçka që ajo nuk e kishte pasur kurrë. Shtëpia e saj, pavarësisht gjithë luksit, ishte gjithmonë e heshtur, e zbrazët, duke jehuar vetëm tingujt e hapave të saj. Atë pasdite, ndërsa punonte në raportet e saj financiare, Elena e gjeti veten duke menduar për refuzimin e Markut për të pranuar pagesën. Në botën e saj korporative, gjithçka ishte transaksion, gjithçka kishte një çmim. Mirësjellja e pa interes ishte një monedhë aq e rrallë sa ajo kishte harruar si ndjehej kur e merrte. Kur dielli filloi të perëndonte, Elena pa Markun të dilte përsëri, këtë herë me një këmishë të pastër dhe duke mbajtur një kuti mjetesh. Ndoshta po shkonte për ndonjë punë nate. Fëmijët u përshëndetën në derë dhe ajo vuri re si Ana u var në qafën e tij, duke nguruar ta linte të ikte. Luka mbeti serioz, sikur mbante përgjegjësi për te moshës së tij. Elena nuk e dinte ende, por ai takimi I rastësishëm në trotuar do të ishte fillimi I një transformimi që do të ndryshonte plotësisht perspektivën e saj mbi atë që vërtet kishte rëndësi në jetë. Thjeshtësia e asaj, asgjë, zonjë, kishte mbjellë një farë kurioziteti që së shpejti do të rritej në diçka shumë më të madhe dhe më domethënëse se sa ajo mund të imagjinonte.
3 ditë kishin kaluar që nga episodi i trotuarit kur Elena gjeti një letër të vogël të palosur poshtë portës së saj. Ishte një fletë fletore shkolle me shkrimin e kujdesshëm të një fëmije: "Faleminderit që e late babin tim të lyente trotuarin tuaj. Doli shumë i bukur. Ana." Elena buzëqeshi për herë të parë pas javësh. Kishte diçka prekse në pafajësinë e asaj falënderimi. Ta ruante letrën në çantë ishte një impuls që ajo nuk mundi ta shpjegonte. Gjatë gjithë mëngjesit, ndërsa u përgjigjej telefonatave të investitorëve dhe analizonte raporte, mendja e saj kthehej tek ato fjalë fëmijësh. Në fund të pasdites, kur po kthehej nga zyra, Elena pa Anën duke luajtur vetëm në verandën e shtëpisë së Markut. Vajza kishte veshur një fustan të verdh pak të zbehur dhe flokët kafe i kishte lidhur në 2 gërsheta. Po bisedonte me entuziazëm me një kukull lecke, duke krijuar histori të përpunuara me zë të lartë. Elena ndaloi makinën përballë shtëpisë së saj, por në vend që të hynte direkt, kaloi rrugën. Ana e pa atë duke u afruar dhe sytë e saj u zgjeruan nga befasia. "Përshëndetje, Ana," tha Elena, duke u ulur për të qenë në lartësinë e vajzës. "E mora letrën tënde. Ishte shumë mirësjellje nga ana jote." Ana buzëqeshi, duke zbuluar një vrim ku kishte humbur një dhëmb qumështi kohët e fundit. "Babi tha që ti ishe shumë e sjellshme me të. Mami gjithmonë na mësonte që duhet t'u falenderojmë njerëzit e mirë." Përmendja e nënës e bëri Elenën të ndalonte. Ajo kishte vënë re se Marku i rriste fëmijët vetëm, por Ana fliste për nënën në të kaluarën, sikur të ishte një kujtim i largët. "Kukulla jote është shumë e bukur," tha Elena, duke ndryshuar temën delikatisht. "Si quhet ajo?" "Rosa," u përgjigj Ana, duke përqafuar kukullën pas gjoksit. "Babi ma bëri vitin e kaluar. Ai nuk di të qep shumë mirë, por ajo është më e bukura në botë." Elena vëzhgoi kukullën më nga afër. Ishte qartazi e punuar me dorë, me copa pëlhure dhe kopsa të pabarabarta për sy. Flokët ishin bërë nga fije leshi të verdh, pak të çrregulluara nga përdorimi. Nuk kishte për sosmërinë e lodrave të shtrenjta që Elena ishte mësuar të shite, por ishte plot dashuri dhe kujdes. "Babi juaj duket se është shumë i talentuar," komentoi Elena. "Ai rregullon gjithçka," tha Ana me entuziazëm. "Frigorifer, kondicioner, mikser. Madje edhe televizorin e fqinjeve e ka rregulluar. Dhe të shtunave bën petulla për mëngjes. Ti i pëlqen petullat?" Pyetja e pafajshme e kapi Elenën të papërgatitur. Kur ishte hera e fundit që dikush ishte shqetësuar për preferencat e saj kulinarike? Marrëdhëniet e saj të fundit përfshinin darka në restorante të shtrenjta, ku bisedat rrotulloheshin rreth biznesit dhe pamjes. "Po, më pëlqejnë," u përgjigj ajo me ndershmëri. "Ka kohë që nuk kam ngrënë një petull shtëpie." Ana dukej se e konsideroi këtë informacion me seriozitet. "Të shtunën tjetër babi do të bëj. Nëse do, mund të vish të hash me ne. Por duhet të vish herët sepse Luka ha shumë shpejt." Elena qeshi, një e qeshur e vërtet që e befasoi edhe atë vetë. "Do ta mendoj ftesën. Është shumë mirësjellje nga ana juaj." Në atë moment, Luka u shfaq në derën e shtëpisë. Ishte më i gjatë se sa Elena kishte imagjinuar, me fytyrën serioze të dikujt që ishte pjekur para kohe. Sytë e tij ishin si të Markut, por mbanin një mosbesim që nuk ekzistonte tek babai. "Ana, futu në shtëpi," tha Luka, zëri i tij mbante një autoritet të çuditshëm për një djalë 12 vjeç. "Babi nuk e pëlqen që ti flet me të huaj." Elena u ngrit ngadalë, duke kuptuar mbrojtjen që djali ushtronte mbi motrën e tij. "Ti duhet të jesh Luka." "Unë jam Elena, fqinja juaj." Luka e ekzaminoi nga kokat e këmbët, duke vënë re makinën e shtrenjtë, rrobat elegante, qëndrimin e dikujt që ishte mësuar të urdhëronte. "E di kush je," tha thjesht. "Ana, eja." Vajza shikoi mes vëllait dhe Elenës me një shprehje të hutuar. "Por ajo është e mirë, Luka. Ajo e pëlqeu Rozën." "Tani, Ana," këmbënguli Luka, duke i zgjatur dorën motrës. Elena nuk u ofendua nga sjellja mbrojtëse e djalit. Në fakt, ajo admironte përkushtimin e tij për t'u kujdesur për Anën. "Ishte kënaqësi t'ju njihja," tha ajo butësisht. "Ana, faleminderit për letrën. Ishte dhurata më e mirë që kam marrë prej kohësh." Ana buzëqeshi rrezatshëm, por mori dorën e vëllait me bindje.
Ndërsa hynin në shtëpi, Elena dëgjoi zërin e mbytur të Lukës, nuk mund të rrëfesh jetën tonë kujto, Ana. Atë natë, Elena darkoi vetëm në tavolinën e saj prej druri mahagoni, siç bënte çdo natë. Vakanti ishte përgatitur nga shërbëtorja e saj shtëpiake dhe shërbyer në porcelan të shtrenjtë, por kishte shijen e vetmisë. Ajo e gjeti veten duke menduar për thjeshtësinë e bisedës me Anën, për mbrojtjen e ashpër të Lukës dhe për mungesën e dukshme të nënës së fëmijëve. Ditën tjetër, Elena u zgjua nga një zhurmë e pazakontë jashtë. Kur shikoi nga dritarja, pa Markun në obor, duke u përpjekur të rregullonte atë që dukej të ishte një lavatriçe e vjetër. Luka ishte pranë tij, duke mbajtur mjete, ndërsa Ana luante afër me kukullën e saj. Elena vëzhgoi skenën për disa minuta. Kishte diçka hipnotizuese në durimin me të cilin Marku shpjegonte çdo hap të rregullimit për Lukën, duke shndërruar një detyrë shtëpiake në një mësim jete. Djali thifte çdo informacion me seriozitet, qartazi i etur për të mësuar dhe ndihmuar. Gjatë mëngjesit, ndërsa punonte në shtëpi, Elena vazhdoi të dëgjonte tingujt që vinin nga shtëpia fqinje. Të qeshurat e Anës, zëri i qetë i Markut që shpjegonte diçka, zhurma e mjeteve. Ishte një simfoni jete familjare që kontrastonte me heshtjen absolute të shtëpisë së saj. Rreth mesditës, Elena pa Markun të drejtohej drejt portës së saj. Ai ndaloi i nguruar, sikur po vendoste nëse duhej apo jo të shqetësonte. Më në fund, ra zile. Elena hapi derën personalisht duke liruar shërbëtoren. Marku ishte aty me këmishën e tij të pastër të punës, por ende mbante shprehjen e lodhur të dikujt që kishte kaluar mëngjesin duke luftuar me pajisje të prishura. Më falni që ju shqetësoj, zonja Elena, tha ai, duke përdorur emrin e saj për herë të parë. Është se lavatriçja ime u prish dhe do të më duhet t'i çoj rrobat në lavanderi. Pash që ju keni një makinë të madhe dhe mendova mirë, nëse nuk është shumë bezdi. Elena e ndërpreu para se ai të mbaronte. Sigurisht. Mund t'i sillni rrobat kur të doni. Marku duke i lehtësuar. Faleminderit shumë. Do të paguaj për sapunin dhe për dritën që do të shpenzohet, mos u shqetësoni. Nuk ka nevojë për pagesë, tha Elena, duke i bërë jehon fjalëve të tij nga dita e trotuarit. Është thjesht një mirësjellje fqinje. Marku buzëqeshi, duke njohur fjalët e tij. Atëherë në rregull. Do të shkoj të marr rrobat. 15 minuta më vonë, Marku u kthye duke mbajtur një shport thurimi me rroba të lara, por që duheshin hekurosur, dhe një shport tjetër me rroba të pista. Elena e çoi atë në zonën e shërbimit të shtëpisë së saj, një hapësirë që ajo rrallë e vizitonte. Wow, tha Marku, duke parë përreth. Çfarë makine e madhe. Dhe kjo tharse duhet të thaj një familje të tërë menjëherë. Elena qeshi me vëzhgimin. Mendoj se i bleva të gjitha shumë të mëdha për një person të vetëm. Nuk u ndala kur të mendoja për këtë. Ndërsa Marku vendoste rrobat në makinë, Elena vuri re cilësinë e thjeshtë të rrobave. Rroba fëmijësh të mirëmbajtura por qartazi të kaluara brezash, këmisha pune të ndrequra me kujdes, një fustan i vogël që duhet të ishte i Anës. Kishte dashuri në çdo rrobë, madje edhe në ato më të thjeshta. Vajzat tuaja duhet të japin punë me rrobat, komentoi Marku, duke vëzhguar garderobën e papërlyer të Elenës përmes derës së hapur të dhomës. Nuk kam fëmijë, u përgjigj Elena thjesht. Marku ndaloi atë që po bënte dhe e shikoi me habi. Më falni, mendova se një shtëpi kaq e madhe. Elena tundi kokën. Jam vetëm unë. Ndonjëherë mendoj se e bleva këtë shtëpi shumë të madhe, por në atë kohë dukej një investim i mirë. Kishte një melankoli në zërin e saj që Marku e kuptoi menjëherë. Ai ishte i mirë në leximin e njerëzve, duhej të ishte për të mbijetuar duke rritur 2 fëmijë vetëm. Me çfarë punoni, zonjë? Pyeti ai, duke u përpjekur të ndryshonte në një temë më të lehtë. Administroj prona, u përgjigj Elena, duke zgjedhur një version të thjeshtuar të së vërtetës. Kam disa ndërtesa në qytet. Marku tundi kokën, qartazi i impresionuar. Duhet të jeni shumë inteligjente për të arritur një pozicion të tillë. Elena buzëqeshi trishtueshëm. Nëse ai do të dinte se ajo jo vetëm që i administronte, por ishte pronare e 10 pronave, ndoshta nuk do të ishte aq natyral dhe i sjellshëm me të. Ishte freskuese të shihej si një person e zakonshëm, jo si një çek ambulant. Po ju, si filluat të punoni me ftohje? Marku u mbështet në mur ndërsa makina filloi të punonte.
Babai im ishte gjithashtu teknik. Mësova prej tij që i vogël. Kur ai vdiq, vazhdova punën. Nuk është glamuroze, por është e ndershme dhe më lejon të jem i pranishëm për fëmijët. Elena vuri re se ai shmangu përmendjen e nënës së fëmijëve përsëri. Kishte një histori aty, por ajo nuk ndiej reja të pyeste. Luka duket shumë i përgjegjshëm për moshën e tij, komentoi ajo. Fytyra e Markut u errësua paksa. U desh të rritej shumë shpejt. Ndonjëherë shqetësohem se ai ndihet shumë përgjegjës për anën. Por ai është një djalë i mirë, thjesht është pak i mosbesueshëm me njerëzit e rinj. Është e kuptueshme, tha Elena butësisht. Ai po mbron familjen. Marku e shikoi me mirënjohje. Pikërisht. Shumë njerëz nuk e kuptojnë këtë. Ata qëndruan në heshtje për një moment, duke dëgjuar zhurmën ngushëlluese të makinës që punonte. Ishte një tingull shtëpiak me të cilin Elena nuk ishte mësuar, por që e gjente çuditërisht të këndshëm. Mund të bëj një kafe, ofroi Elena. Kam një makinë që nuk e përdor kur siç duhet. Marku buzëqeshi. Po, pranoj. Por lëre që ta bëj unë. Vë bast se di të punoj më mirë me makina se sa ti. Elena qeshi. Ndoshta ke të drejtë. Ndërsa Marku përgatiste kafen me një familiaritet që ajo e ziliqej, Elena u pyet kur ishte hera e fundit që dikush kishte bërë diçka kaq të thjeshtë dhe të sjellshme për të. Në botën e saj, njerëzit bënin favore duke pritur kthime. Por Marku duke i vërtet i interesuar vetëm për të kthyer një mirësjellje. Kafja doli perfekte, shumë më e mirë se çdo kafe që Elena kishte bërë në makinën e shtrenjtë. Ata e pin ulur në verandën e pasme, duke vëzhguar lëvizjen e qetë të lagjes në orën e drekës. Faleminderit shumë që më le të përdor makinën, tha Marku kur mbaroi kafen. Do të kthehem pas disa orësh për të marrë rrobat. Elena tundi kokën. Mund të ndiheni rehat. Nëse nuk jam në shtëpi, qelsi i zonës së shërbimit është poshtë vazos atje. Marku duke i befasuar nga besimi. Jeni e sigurt? Elena buzëqeshi. Po. Në fund të fundit, ti je një fëmijë të cilit mund t'i besosh. Kur Marku u largua, Elena mbeti në verandë më gjatë se zakonisht. Kishte diçka ngushëlluese në thjeshtësinë e atij mëngjesi, në naturalitetin e bisedës, në kafen e ndar pa pretendime. Ishte një kontrast i theksuar me ndërveprimet e saj të zakonshme, gjithmonë të llogaritura dhe formale. Atë pasdite, Elena e gjeti veten duke pritur me padurim kthimin e Markut për të marrë rrobat. Kur ai u shfaq, Ana erdhi bashk, kurioze për të parë shtëpinë e fqinjes. Vajza u mahnit nga madhësia e kuzhinës dhe pyeti nëse Elena gatuante për shumë njerëz. Në fakt, pothuajse nuk gatuaj kur, pranoi Elena. Nuk di të bëj shumë gjëra. Ana duke i vërtet e shokuar. As petulla. As petulla, konfirmoi Elena, duke qeshur me shprehjen mosbesuese të vajzës. Babi mund të mësoj, ofroi Ana menjëherë. Ai bën petullat më të mira në botë. Dhe gjithashtu di të bëj tort me çokoladë. Marku buzëqeshi, pak i turpëruar. Ana mendon se unë di të gatuaj sepse ka ngrënë vetëm ushqimin tim gjithë jetën. Ftesa për petullat e së shtunës vlen ende, pyeti Elena me impuls. Ana duart trokiti, e emocionuar. Po, vlen. Zonja do ta pëlqej shumë. Marku duke i befasuar por i lumtur me interesin e vërtet të Elenës. Nëse vërtet dëshironi, do të jetë kënaqësi t'ju kemi. Elena tundi kokën, duke ndjer një emocion që nuk e kishte provuar prej kohësh. Atëherë shihemi të shtunën. Kur ata u larguan me rrobat e pastra, Elena mbeti në derë duke vëzhguar Anën të kërcente nga gëzimi ndërsa i tregonte babait të saj për të gjitha detajet e shtëpisë që kishte parë. Ishte e pamundur të mos buzëqeshje përballë atij entuziazmi fëmijëror. Për herë të parë pas vitesh, Elena ishte e etur për një të shtunë në mëngjes. Jo për një takim biznesi apo një ngjarje sociale, por për petulla shtëpie dhe për shoqërinë e një familje që e kishte pranuar me thjeshtësi dhe bujari. Java që pasoi kaloi me një ngadalësi të pazakontë, çdo ditë dukej se zgjaste një amshim derisa më në fund erdhi e shtuna e premtuar. E shtuna erdhi me një mëngjes të diellshëm që i bënte fëmijët të zgjoheshin herët dhe zogjit të këndonin më fort se zakonisht. Elena u zgjua para ziles, diçka që nuk kishte ndodhur prej vitesh. Kishte një ankth të këndshëm në stomak, sikur të ishte një fëmijë që priste një festë ditëlindjeje.
Ajo kaloi më shumë kohë se zakonisht duke zgjedhur rroba, duke u përpjekur të gjente diçka që nuk ishte shumë formale për një mëngjes familjar. Pasi provoi 3 komplete të ndryshme, zgjodhi një palë xhinse të lehta dhe një bluzë blu të thjeshtë. Kur u pa në pasqyrë, vuri re se ishte ndryshe. Kishte një lehtësi në shprehjen e saj që nuk e kishte parë prej kohësh. Në orën 9 fiks, Elena kaloi rrugën duke mbajtur një qese me lëng portokalli natyral dhe fruta të freskëta që kishte bler posaçërisht për rastin. Era e petullave tashmë dilte nga shtëpia e Markut, e përzier me aromën e kafes së freskët që i bënte gojën ujë. Ana hapi derën para se Elena të binte zilen, sikur po priste pas dritares. Vajza kishte veshur një fustan të verdhë të dielash me lule të vogla të qëndisura dhe flokët i kishte lidhur me një shirit që kombinoi. Erdhe, bërtiti Ana, duke kërceu nga gëzimi. Babi bëri brum shtesë sepse unë thash se ti ha shumë. Elena qeshi me ndershmërinë fëmijërore. Shpresoj të jem në lartësinë e pritshmërive. Marku u shfaq në derën e kuzhinës me një përparse që qartazi i përkiste një kompleti femëror, duhet të ishte një kujtim nga ish gruaja. Kishte miell në duar dhe një buzëqeshje mikpritse në fytyrë. Mirë se vini në shtëpinë tonë, tha ai, me një mirësjellje të vërtetë. Më falni për rrëmujën. Gatimi me një ndihmëse 7 vjeçare gjithmonë e bën gjithçka pak kaotike. Elena shikoi përreth dhomës së vogël por të ngrohtë. Divani ishte prej pëlure të thjeshtë, por ishte mbuluar me një batanie shumë ngjyrëshe të punuar me grev. Muret kishin fotografi të fëmijëve në korniza të lira, por plot momente të lumtura. Një raft druri i lyer shfaqte libra fëmijësh, disa fletore shkolle dhe lodra të organizuara. Nuk kishte luks, por kishte jetë në çdo cep. Nuk është rrëmuj, tha Elena sinqerisht. Është gjallë. Luka ishte ulur në tavolinën e kuzhinës, e cila ishte e integruar me dhomën e ndenjes. Ai ngriti sytë shkurtimisht kur Elena hyri, murmuroi një mirëmëngjes të sjellshëm por të ftohtë dhe u kthye të përqendrohej në pjatën bosh përpara tij. Duart e tij ishin të shqetësuara, duke trokitur në drurin e tavolinës, sikur ishte jetur që ajo situatë e pazakon të përfundonte shpejt. Luka, ndihmo të vendosësh edhe një pjatë në tavolinë, kërkoi Marku. Djali u ngrit me bindje dhe shkoi në dollap, duke nxjerrë një pjatë që Elena vuri re, nuk përputhej saktësisht me të tjerat. Ishin copa të veçanta, ndoshta të blera me kalimin e kohës sipas nevojës, por gjithçka ishte e pastër dhe e kujdesshme. Ana tërhoqi Elenën për dorë drejt një karrigeje pranë saj. Ulu këtu. Kështu mund të më ndihmosh të pres petullën time. Babi gjithmonë pret copa shumë të mëdha. Elena u ul, duke vëzhguar dinamikën familjare me magjepsje. Marku lëvizte në kuzhinën e vogël me efikasitetin e dikujt që kishte përsosur çdo lëvizje ndër vite. Luka automatikisht mbushi një gotë me lëng për vete dhe një tjetër për Anën, por hezitoi para se të shërbente Elenën. Mund të shërbesh, e inkurajoi Elena butësisht. Faleminderit. Marku solli një pirg me petulla të arta dhe të nxehta, të shoqëruara me mjalt, reçel shtëpie me lule shtrydhe dhe gjalp. Aroma ishte e parezistueshme, shumë më e mirë se çdo mëngjes që Elena hante në hotelet me 5 yje gjatë udhëtimeve të saj të biznesit. Wow, çfarë arome e mrekullueshme, komentoi Elena, dhe pa fytyrën e Anës të ndriçohej nga krenaria. Receta është e gjyshes së babit, shpjegoi Ana, ndërsa Marku i priste petullën në copa të vogla. Ajo e mësoi atë kur ishte e vogël si unë. Mami gjithashtu dinte të bënte, shtoi Luka pa pritur, zëri i tij mbante një trishtim që e bëri ambientin të tensionuar për një moment. Marku ndaloi së prerë dhe shikoi djalin me butësi. Është e vërtetë. Mamaja jote bënte gjithashtu petulla shumë të mira. Elena vuri re se kishte hyrë në territor delikat. Përmendja e nënës së fëmijëve solli një atmosferë të rëndë që ajo nuk dinte si ta menaxhonte. Ana dukej se nuk e vuri re tensionin, e përqendruar në lyrjen e petullës së saj me mjalt, por Luka u bë edhe më i qetë, duke lëvizur ushimin në pjatë pa ngrënë. Këto janë të shijshme, Marku, tha Elena, duke u përpjekur të lehtësonte atmosferën. Ti ke talent për të gatuar. Marku buzëqeshi i falënderuar për ndryshimin e temës. Mësova nga nevoja. Kur ke 2 fëmijë për të ushqyer, ose mëson shpejt ose të gjithë ngelen të uritur. Babi do gji shumë vezë në fillim, tregoi Ana, duke qeshur. Shtëpia mbushej e gjitha me erë vezë të djegur, apo jo, Luka?
Luka bëri një gjysmë buzëqeshje, shpreha e parë pozitive që kur Elena kishte ardhur. Ishte tmerrshme. Unë madje mendova se do të duhej të hanim vezë të djegura për pjesën tjetër të jetës. Marku bëri sikur u ofendua. Hej, jam përmirësuar shumë që atëherë. Nuk djeg as vezët e rrahura. Biseda rrjedhi më natyrshëm pas kësaj. Ana tregonte histori nga shkolla, Marku ndante anekdota për klient qesharak në punë, dhe madje edhe Luka merrte pjesë her pas here, megjithse gjithmonë duke vëzhguar Elenën me kujdes. Elena e gjeti veten vërtet të relaksuar për herë të parë pas muajsh. Nuk kishte agjend për të ndjekur, emaile për të kthyer ose vendime urgjente për të marrë. Kishte vetëm kënaqësinë e thjeshtë të një vakti të ndarë dhe bisedash pa qëllime të dyta. Elena, ti ke vëllezër apo motra? Pyeti Ana pa pritur. Jo, jam fëmijë i vetëm, u përgjigj Elena. Dhe ju jeni me fat që keni njëri tjetrin. Ana tundi kokën me forcë. Luka kujdeset për mua kur babi është në punë. Ai është vëllai më i mirë në botë, edhe kur zemërohet me mua. Elena shikoi Lukën, i cili u skuq paksa nga lavdërimi i motrës. Imagjinoj që është një përgjegjësi e madhe, tha ajo butësisht. Luka e studioi për një moment para se të përgjigjej. Dikush duhet të kujdeset për të. Kishte një pjekuri të parakoshme në atë përgjigje që i theu zemrën Elenës. Ishte e qartë se djali kishte marrë përsipër përgjegjësi shumë përtej moshës së tij. Pas mëngjesit, Ana këmbënguli t'i tregonte Elenës dhomën e saj, të cilën e ndante me vëllain. Ishte një hapësirë e vogël, por e organizuar mirë. Shtrati i Anës ishte mbuluar me një batanie roz të zbehur dhe kishte vizatime të ngjitura në mur mbi krevat. Shtrati i Lukës ishte i rregulluar në mënyrë të papërlyer dhe librat e tij shkollor ishin grumbulluar me saktësi ushtarake në një tavolinë të vogël. Kjo është koleksioni im i gurëve, tha Ana me krenari, duke treguar një kuti këpucësh plot me gur të vegjël shumë ngjyrësh që kishte gjetur në rrugë. Dhe ky është vizatimi im i preferuar. Është i familjes son. Elena vëzhgoi vizatimin. Kishte 3 figura që mbanin duart, një burr i gjatë, një vajzë e vogël me gërsheta dhe një djalë serioz. Nuk kishte një figurë të katërt femërore. Është shumë e bukur, tha Elena sinqerisht. Ju dukeni shumë të lumtur në vizatim. Ana tundi kokën. Ne jemi të lumtur. Babi thot se familja nuk është sa njerëz ka, është sa dashuri ka. Luka, i cili kishte qëndruar në pragun e derës, murmuroi diçka për detyrat e shtëpisë dhe u zhduk. Elena vuri re se ai ndihej i pakëndshëm sa herë që biseda i afrohej temave familjare. Kthyer në dhomën e ndenjes, Elena ndihmoi Markun të lante pjatat, duke këmbëngulur të kontribuonte pavarësisht protestave të tij. Të punoje krah për krah në lavamanin e vogël ishte çuditërisht intime dhe e rehatshme. Faleminderit që erdhe, tha Marku ndërsa fshinte një pjatë. Ka kohë që nuk kemi pasur vizita. Ana ishte e emocionuar gjithë javën. Unë ju falenderoj për ftesën, u përgjigj Elena. Kishte kohë që nuk kisha një mëngjes kaq të shijshëm dhe familjar. Marku e shikoi me kuriozitet. Nuk ke familje të afërt? Elena tundi kokën. Prindërit e mi vdiqën disa vite më parë. Isha fëmijë i vetëm, siç thash. Dhe nuk u martova kur dhe nuk pata fëmijë. Duhet të jetë vetmuar ndonjëherë, komentoi Marku butësisht. Elena ndaloi se larg gotën që kishte në dorë. Ndonjëherë as nuk e vija re, pranoi ajo. Gjithmonë kam qenë aq e zënë me punë sa nuk ndalesha të mendoja për këtë. Por sot kuptova çfarë po humbisja. Kishte një cenueshmëri në zërin e saj që e bëri Markun ta shikonte me më shumë vëmendje. Ai shihte një grua të suksesshme, elegante, qartazi të pasur, por tani vërente edhe vetmin që ajo mbante. Fëmijët të pëlqyen, tha ai. Ana veçanërisht. Ajo nuk ndalon se foluri për ty që kur u takua. Po Luka, pyeti Elena, kurioze për mendimin e djalit më të rezervuar. Marku buzëqeshi. Lukës i duhet kohë për t'u besuar njerëzve. Ai hezitoi para se të vazhdonte. Ai është ende i lënduar nga disa gjëra që ndodhen. Por fakti që ai mori pjesë në bisedë sot është tashmë një përparim. Elena tundi kokën duke kuptuar se kishte histori komplekse pas asaj familjeje në dukje të thjeshtë. Nuk ofendohem nga kujdesi i tij. Në fakt, admiroj si e mbron Anën.
U desh të rritej shumë shpejt, tha Marku me trishtim. Ndonjëherë shqetësohem se ai ndihet shumë përgjegjës për gjithçka. Në atë moment, Ana u shfaq në kuzhinë duke mbajtur kukullën e saj roza dhe një libër me histori fëmijësh. Elena, do të dëgjosh babin duke lexuar? Ai bën zëra të ndryshëm për çdo personazh. Elena buzëqeshi. Do të më pëlqente. Ata ulën në divan, Ana mes Elenës dhe Markut, me Lukën ulur në koltukun anësor, duke bërë sikur thjesht po kalonte nëpër dhomë, por qartazi i interesuar për historinë. Marku filloi të lexonte me entuziazëm, duke bërë vërtet zëra të ndryshëm për çdo personazh. Ana qeshte e kënaqur dhe madje edhe Luka buzëqeshi disa herë. Elena vëzhgoi atë skenë me një shtrëngim në gjoks. Kishte diçka thellësisht prekse në thjeshtësinë e atij momenti. Marku duke lexuar me përkushtim, Ana e varur në çdo fjalë, Luka duke u përpjekur të dukej i painteresuar, por qartazi i përfshirë. Ishte një rutinë familjare që ajo nuk e kishte provuar kurrë, as si fëmijë as si arritur. Kur historia mbaroi, Ana u ngrohtë pranë Elenës në mënyrë natyrale. Mund të vish të dëgjosh histori edhe ndonjë ditë tjetër? Elena shikoi Markun, i cili tundi kokën me një buzëqeshje. Nëse jam e mirëpritur, do të më pëlqente. Do të jesh gjithmonë e mirëpritur, tha Ana kategorikisht. Babi, ajo mund të vijë të darkoj edhe një ditë? Marku qeshi me vendosmërinë e vajzës. Nëse Elena dëshiron, sigurisht. Do të më pëlqente shumë, u përgjigj Elena, e befasuar nga përgjigja e saj e menjëhershme. Luka u ngrit papritur. Do të bëj detyrat e shtëpisë, murmuroi dhe u zhduk në dhomë. Ana dukej se nuk e vuri re largimin e papritur të vëllait, por Elena dhe Marku shkëmbyen një shikim kuptimplodh. Ishte e qartë se djali ende kishte rezerva për këtë miqësi të re. Elena qëndroi edhe një orë duke ndihmuar Anën me një lojë puzle dhe duke biseduar me Markun për çështje të ndryshme. Zbuloi se ai lexonte shumë, pavarësisht rutinës së ngjeshur, dhe kishte opinione interesante mbi tema të ndryshme. Ishte një burr më i kulturuar se sa sugjeronin rrobat e tij të thjeshta dhe profesioni manual. Kur më në fund u përshëndet, Elena ndihej ndryshe. Kishte një lehtësi në hapat e saj që nuk e kishte provuar prej vitesh. Kontrasti mes asaj mëngjesi familjar dhe shtëpisë së saj të heshtur nuk kishte qenë kurrë kaq i dukshëm. Atë natë, ndërsa darkonte vetëm në tavolinën e saj të madhe, Elena rimendoi çdo moment të ditës. Të qeshurat e Anës, kujdesi mbrojtësi Lukës, mirësjellja natyrale e Markut. Kishte diçka në atë familje që e tërhiqte si një magnet. Për herë të parë, Elena filloi të pyeste veten nëse të gjitha pasuritë materiale që kishte akumuluar vërtet kompensonin mungesën e lidhjeve njerëzore të vërteta. Mëngjesi i thjesht në shtëpinë modeste kishte qenë pafundësisht më i kënaqshëm se çdo vakt i shtrenjtë që kishte ngrënë kohët e fundit. Ishte fillimi i një transformimi që Elena ende nuk e kuptonte plotësisht, por që tashmë kishte mbjellë fara të thella në zemrën e saj. Pyetja që nuk i dilte nga mendja ishte, a do të ishte e mundur që ajo, me gjithë pasurinë dhe suksesin e saj, po humbiste atë që vërtet kishte rëndësi në jetë? Në dhomën tjetër, Luka qëndroi zgjuar për një kohë të gjatë atë natë, duke menduar për gruan e pasur që kishte hyrë në jetët e tyre. Kishte diçka tek ajo që e intrigon, por instinkti i tij mbrojtës ende bërtiste alarme. Në fund të fundit, njerëzit e pasur gjithmonë donin diçka në këmbim, apo jo? Dhe ai nuk mund të lejonte që asgjë të lëndonte Anën apo babin përsëri. 2 javë kishin kaluar që nga mëngjesi i petullave dhe Elena ishte bërë një prani e vazhdueshme në rutinën e familjes së Markut. Jo në mënyrë invazive, por natyrale, si një pjesë që kishte gjetur vendin e saj në lojën puzle. Ajo ndihmonte Anën me detyrat e shtëpisë kur Marku vinte vonë nga puna, i jepte libra nga biblioteka e saj private Lukës, i cili kishte zbuluar se ishte një lexues i zjarrt, dhe her pas here sillte përbërës të veçantë kur Marku përmendte se donte të provonte një recetë të re. Atë mëngjes të martë, Elena vuri re se Marku ishte ndryshe. Ai doli nga shtëpia më herët se zakonisht, me një shprehje të shqetësuar që ajo nuk e kishte parë më parë. Fëmijët gjithashtu vunë re ndryshimin. Ana ishte më e ngjitur, sikur të parandjente se diçka nuk shkonte, dhe Luka mori një qëndrim edhe më mbrojtës se zakonisht. Rreth orës 8 të mbrëmjes, Elena pa Markun të kthehej në shtëpi. Edhe nga larg, ishte e mundur të vërejej pesha në shpatullat e tij. Ai qëndroi disa minuta ulur në makinë para se të dilte, sikur po mblidhte forcat për të përballuar natën.
Elena priti një orë para se të kalonte rrugën. Mori me vete një tupër me lazanjë që kishte përgatitur, një nga të paktat gjëra që dinte të gatuante siç duhet, fal orëve të gatimit që kishte marrë vite më parë, por nuk i kishte përdorur kurrë. Ana hapi derën me një buzëqeshje që nuk mundi ta fshehte plotësisht shqetësimin. Përshëndetje, Elena. Babi është pak i trishtuar sot. Prandaj ju solla darkë, tha Elena butësisht. Ndonjëherë, kur jemi të shqetësuar, është mirë të mos gatuash. Luka u shfaq në dhomën e ndenjes duke vëzhguar ndërveprimin. Në ditët e fundit, ai kishte filluar të relaksohej paksa, madje kishte kërkuar të merrte huaj një libër aventurash nga biblioteka e Elenës. Por në atë moment, shpreha e tij ishte përsëri e mbyllur. Marku erdhi nga kuzhina duke detyruar një buzëqeshje që nuk i arrinte sy. Elena, çfarë surprize e mirë. Më falni, nuk prisja vizita. Solla dark, tha Elena duke treguar tupperin. Mendova se mund t'ju pëlqente lazanja. Marku duke i vërtet i prekur nga gjesti. Është shumë mirësjellje nga ana juaj. Të jemi sinqert, nuk kisha shumë dëshirë të gatuaja sot. Ata u ulën në tavolinën e vogël të kuzhinës dhe Elena vuri re se Marku hante mekanikisht i humbur në mendime. Ana la paste për shkollën duke u përpjekur të mbush heshtjen e pazakon të babait, ndërsa Luka vëzhgonte gjithçka me vëmendje të mprehë. Babi, nuk të pëlqeu lazanja, pyeti Ana, duke vënë re se ai kishte ngrënë vetëm disa pirun. Marku puliti syt duke dalë nga ëndërrimi. Jo, dashuria ime është e shijshme. Babi është thjesht pak i shqetësuar për disa gjëra në punë. Elena dhe Luka shkëmbyen një shikim. Djali qartazi dinte më shumë se sa tregonte dhe Elena vuri re se ai ishte po aq i shqetësuar sa babai. Pas darkës, Ana shkoi të bënte dush dhe Luka u tërhoq në dhomë duke pretenduar se duhej të studionte. Elena ndihmoi Markun të lante pjatat duke punuar në heshtje derisa ai më në fund u shfry. Kompania po kalon vështirësi, tha ai, pa e parë atë. Humbën disa kontrata të mëdha dhe tani po shkurtojnë punonjës. Shefi im. Viktor ai po i bën presion të gjithëve të pranojnë kushte më të këqija. Më pak para, më shumë orë, pa orë shtesë. Elena ndaloi së fshir pjatën që kishte në duar. Dhe ti po mendon të pranosh? Marku pshertiu thellë. Nuk kam zgjidhje, apo jo? Kam 2 fëmijë për të mbajtur. Nuk mund të lejoj të mbetem pa punë. Por ti ke kualifikime, përvoj. Sigurisht që ka kompani të tjera. Nuk është aq e thjeshtë, ndërpreu Marku, zëri i tij i ngarkuar me zhgënjim. Nuk kam diplomë universitare, vetëm kurs teknik. Dhe qyteti nuk është i lehtë për askën. Viktor e di këtë, e di që ne nuk kemi ku të shkojmë. Elena ndjeu një indinjat të rritej brenda saj. Ajo e njihte mirë këtë lloj shfrytëzimi, kishte parë shumë pronar të abuzonin me punonjësit në situata të cenueshme. Por nuk mund të zbulonte se ajo vetë ishte në anën tjetër të kësaj ekuacioni. Sa kohë ke për të vendosur? Deri të premten, u përgjigj Marku. Nëse nuk pranoj kushtet e reja, ai do të më pushoj. Tha se ka një radhë njerëzish të gatshëm të punojnë për më pak. Në atë moment, Luka u shfaq në kuzhinë duke kërkuar një gotë ujë. Elena vuri re se ai kishte dëgjuar një pjesë të bisedës nga mënyra si i shtrëngoi shpatullat. Babi, do të pranosh? Pyeti Luka drejt për drejt. Marku shikoi djalin, qartazi duke mos dashur t'i ekspozonte shqetësimet e tij fëmijës, por duke e ditur se Luka ishte shumë i pjekur për t'u mashtruar. Do të mendoj për opsionin më të mirë për familjen tonë, u përgjigj ai diplomatikisht. Luka tundi kokën, por Elena pa lotët që ai po përpiqej të fshehte. Djali shërbeu shpejt ujë dhe u kthye në dhomë, duke i lënë të rriturit në heshtje të vështirë. Ai shqetësohet shumë, murmuroi Marku. Ndonjëherë harroj se ai është ende një fëmijë. Elena vendosi dorën butësisht në shpatullën e Markut. Ai të do dhe dëshiron të mbrojë familjen, siç bën ti. Është natyrale që të shqetësohet. Marku mbuloi dorën e saj me të tijën, një gjest i thjeshtë që e bëri zemrën e Elenës të rrahë më shpejt. Faleminderit që je këtu. Nuk di çfarë bëm për të merituar një mike si ti. Ju më pritet me krah hapur kur kisha më shumë nevojë, tha Elena me ndershmëri. Unë jam ajo që duhet të falenderoj. Ata qëndruan kështu për një moment, të bashkuar nga shqetësimi i ndërsjellë.
Elena dëshironte dëshpërimisht të ndihmonte, por e dinte se çdo ofertë direkte parash do të keqkuptohej dhe ndoshta do të refuzohej. Marku kishte shumë krenari për të pranuar lëmosh dhe ajo e respektonte këtë. Në mëngjesin tjetër, Elena u zgjua me një ide. Ajo njihte disa kompani në qytet, shumë prej tyre qiramarrës në ndërtesat e saj tregtare. Sigurisht që disa do të kishin nevojë për një teknik të kualifikuar si Marku. Por si ta sugjeronte këtë pas zbuluar lidhjet e saj? Vendosi të fillonte delikatisht. Gjatë drekës, shkoi në shtëpinë e Markut me justifikimin për të kthyer një libër që i kishte dhënë Hua Lukës. Fëmijët ishin në shkollë dhe Marku po shfrytëzonte orarin e drekës për të rregulluar një rubinet që kishte filluar të pikonte. Si janë gjërat sot? Pyeti Elena, duke e vëzhguar atë të punonte. Një lloj, u përgjigj Marku pa shumë entuziazëm. Viktor më telefonoi në mëngjes për të kujtuar afatin e së premtes. Elena mori frym thellë. Marku, po sikur të dija për disa mundësi punësimi? Do të ishe i interesuar të paktën t'i shikoje? Marku ndaloi së punuar dhe e shikoi me kuriozitet. Çfarë lloj mundësish? Mirë, unë njoh disa njerëz në qytet përmes punës sime. Kompani që mund të kenë nevojë për teknik të kualifikuar. Marku e konsideroi propozimin për një moment. Nuk dua që ti të ndihesh e detyruar të më ndihmosh, Elena. Nuk është detyrim, tha ajo shpejt. Është miqësi. Dhe përveç kësaj, unë thjesht do të kaloja informacione. Pjesa tjetër do të varej vetëm nga ti. Marku tundi kokën ngadalë. Nëse vërtet një dik që po punson, do të isha mirënjohës për informacionin. Elena buzëqeshi, duke u ndjerë më e dobishme se sa ishte ndjerë prej vitesh. Do të bëj disa telefonata sot pasdite. Ajo që Marku nuk e dinte ishte se Elena nuk do të kishte nevojë të telefononte të një orë. Ajo ishte pronare e disa ndërtesave tregtare në qytet dhe shumë nga qiramarrësit e saj ishin kompani që sigurisht do të kishin nevojë për shërbime ftojeje dhe mirëmbajtjeje. Sfida do të ishte t'i tregonte këto mundësi pas zbuluar pozicionin e saj të vërtetë. Atë pasdite, Elena telefonoi 3 nga kompanitë e saj qiramarrëse. Për 2 prej tyre, ajo përmendi se njihte një teknik të jashtëzakonshëm që po mendonte të ndryshonte punë. Për të tretën, një kompani mirëmbajtjeje ndërtesash që ajo e dinte se po rritej, ishte më direkte dhe pyeti nëse do të ishin të interesuar të takonin një profesionist të kualifikuar. Të tre treguan interes, veçanërisht kur Elena përshkroi shkurtimisht kualifikimet e Markut. Ajo caktoi intervista për ditën tjetër dhe të enjten, duke i dhënë Markut mundësi për të konsideruar para ultimatumit të Viktorit të premten. Kur i tregoi lajmet Markut atë natë, ai u befasua dhe u emocionua vërtet. 3 intervista në 2 ditë? Si e bëre këtë? Elena zgjodhi fjalët e saj me kujdes. Kam disa kontakte në fushën e pasurive të paluajtshme. Shumë kompani kanë nevojë për teknik të besueshëm për mirëmbajtjen e pajisjeve dhe puna jote ka një reputacion të shkëlqyer në lagje. Marku e shikoi me admirim. Nuk di si të falenderoj. Mos më falendero ende, tha Elena duke buzëqeshur. Së pari, të shohim nëse ndonjë nga këto mundësi funksionon. Ana, e cila kishte dëgjuar një pjesë të bisedës, u hodh në preherin e babait. Babi do të ketë një punë të re? Ndoshta, princesh, tha Marku, duke puthur ballin e vajzës. Elena po na ndihmon të gjejmë opsione më të mira. Ana u kthye nga Elena me sy që i shkëlqenin. Ti je zana jon kumbar. Elena qeshi, por pafajësia e komentit të Anës e preku thellë. Për herë të parë në jetë, ajo po përdorte burimet dhe lidhjet e saj jo për të rritur fitimet, por për të ndihmuar vërtet dikë që kishte filluar ta pëlqente shumë. Luka, i cili kishte dëgjuar bisedën nga korridori, u shfaq në dhomën e ndenjes. Faleminderit, tha thjesht Elenës, por kishte një mirënjohje të vërtet në zërin e tij që ajo nuk e kishte dëgjuar më parë. Nuk ka nevojë të më falenderosh, Luka, u përgjigj Elena butësisht. Familjet ndihmojnë njëra tjetrën. Djali e studioi për një moment, sikur po i vlerësonte për shtypjet e tij për të. Po mendoj se po. Atë natë, Elena fjeti më mirë se sa kishte fjetur prej muajsh. Kishte një kënaqësi në të ditur se po bënte një ndryshim në jetën e njerëzve që vërtet kishin rëndësi për të. Për herë të parë, pasuria dhe ndikimi i saj po përdorej për diçka vërtet domethënëse. Por ajo gjithashtu e dinte se po ecte në terren të rrezikshëm.
Çdo favor, çdo ndihmë e afronte më shumë me zbulimin e asaj që ajo vërtet ishte. Dhe kur kjo të ndodhte, sepse eventualisht do të ndodhte, ajo nuk dinte si do të reagonte Marku kur të zbulonte se gruaja e thjesht që ai kishte njohur ishte, në fakt, një nga njerëzit më të pasur në qytet. Për momentin, ajo e largoi këtë shqetësim. Marku kishte intervista për t'u përgatitur dhe ajo do të bënte gjithçka në fuqinë e saj për të siguruar që ai të kishte mundësitë më të mira të mundshme. Pjesën tjetër, ajo do ta menaxhonte kur të vinte koha. Në shtëpinë përtej rrugës, Marku gjithashtu vonoi të flinte. Për herë të parë pas javësh, ndjente shpresë. Jo vetëm për mundësitë e punësimit, por për sigurinë në rritje se Elena ishte një person i veçantë që kishte hyrë në jetën e tyre në momentin e duhur. Ai ende nuk i kuptonte plotësisht ndjenjat që po zhvillonte për të, por e dinte se prania e saj kishte sjellë një dritë që kishte munguar prej kohësh në shtëpinë e tij. Intervista e parë e Markut të enjten shkoi më mirë se sa ai kishte imagjinuar. Kompania e mirëmbajtjes së ndërtesave jo vetëm që tregoi interes, por ofroi një pagë 30% më të lartë se sa ai fitonte aktualisht, si dhe përfitime që përfshinin plan shëndetësor për të dhe fëmijët. Kur telefonoi Elenën për t'i treguar lajmet, zëri i tij gumëzhinte nga shpresa. Ata duan një përgjigje deri të hënën, tha Marku, mezi duke përmbajtur entuziazmin. Thash se duhet të mendoj, por Elena është një mundësi e pabesueshme. Elena buzëqeshi në anën tjetër të linjës. Jam shumë e lumtur për ty, Marku. E meriton këtë. Nuk do të kishte ndodhur pa ndihmën tënde, tha ai me mirënjohje të dukshme. Si mund të shpërblej? Duke të parë ty dhe fëmijët të lumtur është shpërblim i mjaftueshëm, u përgjigj Elena me ndershmëri. Atë natë, shtëpia e Markut ishte në festë. Ana kishte bërë një vizatim përkujtimor të jetës së re të babait dhe madje edhe Luka ishte dukshëm më i relaksuar. Ata ftuan Elenën për darkë dhe për herë të parë që kur u takuan, Marku arriti të përqendrohej plotësisht në shoqërinë, pa shqetësimet financiare që i rëndonin shpatullat. Nesër do të shkoj në intervistën e dytë, por mendoj se as nuk kam nevojë, tha Marku ndërsa Elena ndihmonte të rregullonte tavolinën pas darkës. Oferta e sotme është aq e mirë sa do të ishte pa përgjegjësi të mos e pranoja. Elena tundi kokën, por një pjesë e saj u ndje e shqetësuar. Nëse Marku do të merrte punën, një pjesë e stresit që i kishte afruar të dyve do të zgjidhej. Ajo duhej të ishte plotësisht e lumtur, por nuk mund ta injoronte frikën se, me stabilizimin e jetës së tij, ndoshta ajo nuk do të ishte më e nevojshme. Ishte e premte në mëngjes kur gjithçka ndryshoi në mënyrë drastike. Elena po pinte kafe në verandën e saj duke vëzhguar Markun të dilte për të punuar për herë të fundit në kompaninë e Viktorit, kur një makinë e kuqe e importuar ndaloi përballë shtëpisë së tij. Ishte një model i shtrenjtë që definitivisht nuk i përkiste asaj lagjeje modeste. Nga makina doli një grua bionde, e veshur elegante, me syze dielli edhe në orët e mëngjesit. Elena vëzhgoi e intriguar, ndërsa gruaja hezitoi në portën e Markut. Pas disa minutash, ajo ra zilen. Ana u shfaq në dritare dhe Elena pa fytyrën e vajzës të ndryshonte plotësisht kur njohu kush ishte jashtë. Vajza vrapoi brenda shtëpisë duke bërtitur diçka që Elena nuk mundi ta dëgjonte nga larg, por toni ishte i panikut. Luka u shfaq në derë pothuajse menjëherë dhe Elena pa fytyrën e tij të ngurtësohej kur pa gruan. Edhe nga larg ishte e mundur të vërejë tensionin në bisedë. Gruaja gestikulonte shumë, sikur po argumentonte, ndërsa Luka qëndronte i ngurt në pragun e derës, qartazi duke mos e lejuar atë të hynte. Elena e gjeti veten duke mbajtur filxhanin e kafes me aq forcë sa gishtat e saj filluan të dhembin. Intuitivisht, ajo e dinte se po dëshmonte diçka domethënëse, dhe çdo instinkt mbrojtës që kishte zhvilluar për fëmijët ishte në alarm. Diskutimi zgjati rreth 15 minuta, gjatë të cilave Ana nuk u shfaq përsëri. Më në fund, gruaja u kthye në makinë dhe u largua, por jo para se të linte diçka në kutinë e postës. Luka qëndroi në derë për një kohë të gjatë pasi ajo u largua, sikur po përpunonte atë që sapo kishte ndodhur. Elena luftoi kundër impulsit për të kaluar rrugën menjëherë. Nuk donte të dukej e ndërhyrëse, por shqetësimi po i konsumonte qetësinë. Më në fund, vendosi se do të bënte një vizitë të rastësishme më vonë, ndoshta duke marrë diçka për drekën e fëmijëve. Rreth mesditës, Elena kaloi rrugën duke mbajtur sanduiçe që kishte përgatitur. Ra zilen dhe priti, duke vënë re se u desh më shumë kohë se zakonisht që dikush të përgjigjej.
Luka hapi derën dhe Elena menjëherë vuri re se ai kishte qarë. Sytë e tij ishin të kuq dhe ai shmangte të shite direkt në të. Përshëndetje, Luka. Solla drejt për ju, tha Elena butësisht. Ku është Ana? Në dhomë, murmuroi Luka. Ajo nuk dëshiron të dalë. Elena hyri dhe mundi të ndjente atmosferën e rënd në shtëpi. Gëzimi i natës së kaluar ishte zhdukur plotësisht, zëvendësuar nga një tension që ishte pothuajse i prekshëm. Mund të ngjitem lart të shoh si është ajo? Pyeti Elena. Luka hezitoi, qartazi i ndar mes mbrojtjes që ushtronte mbi motrën dhe nevojës për mbështetje. Më në fund, tundi kokën. Elena u ngjit shkallëve dhe gjeti Anën të mbështjell në shtratin e saj, duke përqafuar kukullën roza fort. Vajza po qante me zë të ulët, një tingull që i theu zemrën Elenës. Përshëndetje, e dashur, tha Elena butësisht, duke u ulur në buzë të shtratit. Çfarë ndodhi? Ana ngriti fytyrën e njollosur me lodh. Ajo u kthye, tha thjesht, sikur kjo shpjegonte gjithçka. Elena nuk kishte nevojë të pyeste kush ishte ajo. Mamaja jote? Ana tundi kokën, duke qarë. Ajo tha se do të na merrte me vete. Por unë nuk dua të shkoj. Unë dua të qëndroj me babin dhe me ty. Zemra e Elenës u shtrëngua kur u përfshi në listën e njerëzve të rëndësishëm të Anës. Dhe çfarë i tha Luka asaj? Që ajo nuk mund të hyjë këtu. Që ajo na bëri të qajmë shumë kur u largua dhe se nuk mund të kthehet kështu papritur. Ana fshiu hundën me mëngën e pijames. Por ajo tha se është mamaja jonë dhe se ka të drejta. Elena përqafoi Anën duke ndjer vajzën të qetësohej pak në krahët e saj. Po ti? Çfarë ndjen për këtë? Ana qëndroi e qetë për një moment para se të përgjigjej. Më kishte marrë malli për të për një kohë të gjatë. Por tani më pëlqen jeta jonë. Më pëlqen që ti je mikja jonë, që babi bën petulla, që Luka më ndihmon me detyrat e shtëpisë. Dhe ajo u largua kur kisha më shumë nevojë për të. Elena ndjeu lotët që i formoheshin në sytë e saj. Pjekuria e parakoshme e asaj fëmije 7 vjeçare ishte thellësisht prekse. Ana, sado që të ndodh, unë gjithmonë do të jem mikja jote. Kjo nuk do të ndryshoj kur, tha Elena me bindje. Ana u ngjesh më pranë saj. Premton? Premtoj. Ata zbritën së bashku në dhomën e ndenjes, ku Luka ishte ulur në divan duke prekur celularin me gishta nervoz. Elena vuri re se ai po përpiqej të telefononte dik. Po përpiqesh të flasësh me babin tënd? Pyeti Elena. Luka tundi kokën. Por ai është në takim në kompaninë e re. Nuk mund të përgjigjet. Elena u ul pranë tij. Dëshiron të më tregosh çfarë tha mamaja jote? Luka e shikoi me sytë ende të ndritshëm. Ajo tha se po jeton në një qytet të brendshëm me një burr të pasur, që ka një shtëpi të madhe dhe që mund të na japë gjëra që babi nuk mundet. Zëri i tij ishte i ngarkuar me zemërim dhe hidhërim. Tha se erdhi të na merrte sepse tani ka kushte të na arrisë siç duhet. Dhe ti? Çfarë ndjen për këtë? Luka qeshi me hidhërim, një tingull i frikshëm që vinte nga një djalë 12 vjeç. Çfarë kushtesh? Ajo na braktisi kur Ana ishte 4 vjeçe. Kur babi kishte më shumë nevojë për mbështetje, kur gjërat ishin më të vështira. Dhe tani që gjeti një burr me para, do të kthehet sikur asgjë nuk ka ndodhur. Elena kuptoi thellësinë e hidhërimit të Lukës. Ai kishte marrë përsipër përgjegjësi të rriturish për të kompensuar mungesën e nënës, kishte kujdesur për Anën kur ajo ishte shumë e vogël për të kuptuar pse mamaja ishte larguar. Zemërimi i tij ishte i justifikuar dhe i kuptueshëm. A la ajo diçka? Pyeti Elena, duke kujtuar se kishte parë gruan të vendoste diçka në kutinë e postës. Luka u ngrit dhe solli një zarf. Brenda kishte një letër dhe disa fotografi. Fotografitë tregonin një shtëpi të madhe në një qytet bregdetar, një makinë të shtrenjtë dhe vetë gruan me rroba të shtrenjta pranë një burri më të vjetër. Elena lexoi letrën mbi shpatullën e Lukës. Kiara, kështu quhej ajo, shpjegonte se ishte rritur dhe se tani ishte në një situatë të qëndrueshme për t'u dhënë fëmijëve jetën që meritonin. Përmendte shkollë private, udhëtime, rroba të mira. Thosh se do të kthehej në fundjavë për një përgjigje definitive. Ajo mendon se ne do të mbetemi të impresionuar nga shtëpia e madhe dhe makina e shtrenjtë, tha Luka me përbuzje.
sikur kjo të ishte më e rëndësishme se gjithçka që babi bëri për ne. Ana, e cila kishte qëndruar e qetë gjatë leximit, papritur foli: "Elena, ti ke shtëpi të madhe dhe makinë të shtrenjtë gjithashtu, por ti nuk mendon se kjo është më e rëndësishme se dashuria." Vëzhgimi i pafajshëm i Anës e bëri Elenën të dridhej. Vajza kishte të drejtë, Elena gjithashtu kishte pasuri materiale, por kishte mësuar nga ajo familje se kjo nuk nënkuptonte asgjë krahasuar me dashurinë e vërtetë. Por po sikur Marku dhe fëmijët të zbulonin sa e pasur ishte ajo vërtet, a do të reagonin në të njëjtën mënyrë siç po reagonin ndaj premtimeve të Kiarës? A do ta shihnin Elenën gjithashtu si dikë që donte t'i blinte dashurinë e familjes së tij? Mendoni se babai juaj do t'i lërë të shkojnë? Pyeti Elena, duke u përpjekur të largonte frikërat e saj. Babi nuk do t'i lërë kurrë, tha Luka me siguri. Por ajo mund të shkojë në gjykatë. Ajo është nëna biologjike. Edhe pse na braktisi, ajo ende ka të drejta ligjore. Elena ndjeu një të ftohtë në stomak. Ajo e njihte sistemin ligjor mjaftueshëm mirë për të ditur se Luka kishte të drejtë. Nënave biologjike, madje edhe atyre që kishin braktisur fëmijët, shpesh u jepeshin të drejta vizite apo edhe kujdestarie, veçanërisht nëse mund të provonin se tani kishin kushte më të mira arritjeje. Do të presim që të vijë babai juaj për të biseduar për këtë, tha Elena butësisht. Nuk keni nevojë ta përballoni këtë vetëm. Luka e shikoi me një shprehje që ajo nuk e kishte parë kurrë më parë. Kishte mirënjohje, por edhe diçka më të thellë. Ti do të qëndrosh në anën tonë? Gjithmonë, u përgjigj Elena pa hezitim. Përgjithmonë. Ata kaluan pjesën tjetër të pasdites duke u përpjekur të mbanin një rutinë normale, por tensioni ishte i prekshëm. Ana u ngjit pas Elenës sikur kishte frikë se edhe ajo do të zhdukej, dhe Luka kontrollonte celularin në mënyrë obsesive, duke pritur që Marku të përgjigjej. Kur Marku më në fund u kthye në shtëpi në orën 6 të pasdites, rrezatues me lajmet për punën, gjeti një skenë shumë të ndryshme nga festimi që priste. 2 fëmijët vrapuan tek ai menjëherë, dhe Elena pa momentin e saktë kur ai kuptoi se diçka nuk shkonte. "Çfarë ndodhi?" pyeti Marku, duke përqafuar 2 fëmijët njëkohësisht. "Kiara ishte këtu," tha Luka drejt për drejt, duke preferuar të mos e zgjaste agoninë. Elena pa të gjithë ngjyrën të largohej nga fytyra e Markut. Ai ul ngadalë në divan, sikur këmbët e tij nuk mund ta mbanin më, ende me anën të kapur pas qafës së tij. "Çfarë donte ajo?" pyeti me zë të ngjirur. Elena mbeti në heshtje ndërsa Luka tregoi gjithçka që kishte ndodhur. Marku lexoi letrën e Kiarës 2 herë, studioi fotografitë me shprehje të padeshifrueshme, dhe më në fund u mbështet në divan me sytë mbyllur. "Babi," thiri Ana e shqetësuar. Marku hapi sytë dhe shikoi 2 fëmijët, pastaj Elenën. "Ne do ta përballojmë këtë së bashku," tha më në fund. "Siç I kemi përballuar gjithmonë gjërat." Elena ju afrua dhe vendosi dorën në shpatullën e Markut. "Ju nuk jeni vetëm," tha ajo qetësisht. Marku mbuloi dorën e saj me të tijën dhe tundi kokën. Por Elena mund të shihte frikën në sytë e tij. Kiara ishte kthyer në momentin kur jeta e tij më në fund po stabilizohej, dhe sillte me vete një kërcënim që mund të shkatëronte gjithçka që ata kishin ndërtuar. Atë natë, pasi fëmijët shkuan të flinin, Marku dhe Elena mbetën ulur në verandë, duke përpunuar ngjarjet e ditës. "Gjithmonë e kam ditur se kjo ditë mund të vinte," pranoi Marku. "Por mendova se, nëse ajo do të donte të kthehej, do të ishte sepse kishte ndryshuar vërtet, jo sepse gjeti një burr të pasur." Elena e vëzhgoi në profil, duke vënë re tensionin në nofullën e tij. "Çfarë do të bësh?" "Do të luftoj," tha Marku thjesht. "Me thonjë dhëmb, nëse është e nevojshme. Këta fëmijë janë jeta ime. Nuk do të lejoj që dikush t'i marrë prej meje vetëm sepse mund të ofroj gjëra materiale." Elena tundi kokën, por një zë I brendshëm I përshpëriti se ndoshta ajo vetë ishte një kërcënim që Marku nuk e shihte ende. Kur ai të zbulonte kush ishte ajo vërtet, a do ta shihte Elenën në të njëjtën mënyrë siç shihte Kiarën? Si dikë që po përpiqej të blinte dashurinë e familjes së tij. Për momentin, ajo I largoi këto mendime. Marku kishte nevojë për të, dhe fëmijët gjithashtu. Më vonë do të shqetësohej për pasojat e sekreteve të saj. Tani, rëndësi kishte vetëm të mbronte këtë familje që ishte bërë më e rëndësishme për të se çdo gjë që zotëronte. E shtuna erdhi e ngarkuar me tension.
Marku kishte kaluar natën e kaluar në telefon me një avokat që një kolege i kishte sugjeruar, duke u përpjekur të kuptonte të drejtat e tij ligjore para kthimit të Kiarës. Elena qëndroi në shtëpinë e tij deri vonë, duke ndihmuar me fëmijët dhe duke ofruar mbështetje morale, por të dy e dinin se betejë që po afrohej do të ishte e vështirë. Ana ishte zgjuar me makthe 2 herë gjatë natës, dhe Luka ishte më serioz dhe mbrojtës se kurrë. Elena përgatiti një mëngjes special për familjen, duke u përpjekur të mbante një farë normaliteti, por të gjithë hanin mekanikisht, të humbur në mendime. Ajo tha se do të kthehej në mëngjes, murmuroi Marku, duke parë nga dritarja çdo makinë që kalonte. Dhe ne do të jemi gati, tha Elena, duke i mbajtur dorën mbi tavolinë. Ju e dini çfarë ndjeni, e dini çfarë doni. Kjo është ajo që ka rëndësi. Luka ngriti sytë. Po sikur ajo të arrijë të na marrë gjithsesi. Po sikur gjykatësi të besoj se shtëpia e madhe është më e mirë se familja jonë. Marku u kthye nga djali me vendosmëri. Kjo nuk do të ndodhë, Luka. Mund të zgjas, mund të jetë e vështirë, por nuk do të lejoj që familja jonë të ndahet. Ishte mesdita kur makina e kuqe ndaloi përsëri përballë shtëpisë. Por këtë herë, Kiara nuk erdhi vetëm. Një burr më i vjetër, i veshur me një kostum të shtrenjtë, doli nga ana e pasagjerit. Ai kishte ajrin e autoritetit dhe parave, pikërisht llojin e personit që mund të intimidonte në një mosmarrëveshje ligjore. Elena vëzhgoi nga dritarja ndërsa Marku mori frym thellë, duke u përgatitur për përballjen. Fëmijët automatikisht u pozicionuan pranë babait, Luka me krahun mbrojtës rreth anës. Zilja ra dhe Marku shkoi të hapte. Elena qëndroi në dhomën e ndenjes me fëmijët, gati për të ndërhyrë nëse ishte e nevojshme. Marku, tha Kiara kur hyri, zëri i saj mbante një besim që nuk kishte pasur në vizitën e mëparshme. Ky është Pjetër Salaj, i fejuari im. Ai ka disa gjëra për të sqaruar rreth situatës së fëmijëve. Pietri ekzaminoi shtëpinë me sy kritik, qartazi duke kataloguar çdo shenjë të thjeshtësisë financiare. Zoti Marku, tha me zë formal, erdha për të bërë një propozim të civilizuar para se të kalojmë në rrugë ligjore. Marku qëndroi i palvizur. Nuk ka çfarë të negociohet. Këto janë vajzat e mia. Biologjikisht janë edhe vajzat e Kiarës, kundërshtoi Pietri. Dhe tani ajo është në kushte shumë më të mira për t'i rritur. Shkollë private, plan shëndetësor premium, udhëtime edukative, gjëra që një teknik ftojeje thjesht nuk mund t'i ofrojë. Elena ndjeu gjakun t'i vlonte. U ngrit nga dhoma e ndenjes dhe u pozicionua pranë Markut. Dhe kush jeni ju për të gjykuar çfarë mund ose nuk mund të ofrojë një familje? Pietri e shikoi nga kokat e këmbët, qartazi i pa impresionuar. Dhe zonja jeni? Elena, u përgjigj ajo me vendosmëri. Mikja e familjes. Pietri buzëqeshi në mënyrë përballëse. Mikja. Kuptoj. Mirë, Mikja, kur gjykatat të analizojnë situatën financiare krahasuese, mendoj se do të bëhet e qartë cili ambient ofron mundësi më të mira për vajzat. Në atë moment, një makinë tjetër ndaloi përballë shtëpisë. Elena ndjeu stomakun t'i zhytej kur njohu kush po dilte. Ishte Victor Myler, menaxheri i saj i pronave, dikush që kujdesej për disa nga pronat e saj. Viktori ju afrua shtëpisë shpejt, duke mbajtur një dosje me dokumente. Zonja Elena, thiri nga porta. Më falni që ju ndërpres në fundjavë, por kemi një urgjencë në ndërtesën e rrugës 7. Sistemi i ftojes së katit tregtar ka pasur një defekt kritik dhe ka nevojë për vëmendje të menjëhershme. Kompania e mirëmbajtjes tha se ka nevojë për autorizimin tuaj për të. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Të gjithë syt u kthyen nga Elena, por ishin sytë e Markut që e tmerruan më shumë. Kishte konfuzion, pastaj kuptim të ngadalt, pastaj diçka që dukej si tradhti. Autorizimin tuaj, pyeti Marku me zë të ulët. Për çfarë? Viktori, i paditur për dramën që kishte shkaktuar, vazhdoi, për punën emergjente në ndërtesë. Zonjë, si pronare e 32 njësive tregtare në qytet, ju duhet. Ndal, tha Elena dëshpërimisht, por ishte tepër vonë. Pietri qeshi me zë të lartë. Sa interesante. Mikja e familjes është në fakt një pronare e shumë fisht e pasurive të paluajtshme. Sa ndërtesa saktësisht, zoti? Victor Myler, u përgjigj menaxheri automatikisht. 32 prona tregtare dhe rezidenciale. Një nga pronaret më të mëdhenj në qytet.
Marku bëri një hap prapa, sikur Elena sapo e kishte goditur fizikisht. 32 prona. Elena u përpoq t'i afrohej. Marku, më lejo të shpjegoj. Ti më le të flisja për numërimin e monedhave për të blerë një palë atlete për anën, tha Marku, zëri i tij duke u rritur në volum dhe hidhërim. Për të shqetësuar se si të paguaja planin e tyre shëndetësor. Për të pranuar kushte poshtëruese në punë sepse nuk mund të lejoja të mbetesha pa punë. Nuk është kështu, tha Elena dëshpërimisht. Unë kur nuk doja. Kur nuk doje çfarë, bërtiti Marku. Kur nuk doje të më poshtëroje. Kur nuk doje të luaje sikur ishe e zakonshme ndërsa mund t'i zgjidhje të gjitha problemet e mia me një të rrahur gishtash. Kiara vëzhgonte skenën me interes mizor. Çfarë bote e vogël. Duket se fëmijët kanë 2 persona të pasur që garojnë për vëmendjen e tyre. Dallimi është se unë jam e ndershme për kushtet e mia. Luka, i cili kishte qëndruar i heshtur deri atëherë, pa pritur shpërtheu, ti je gënjeshtare, bërtiti ai Elenës. Bëre sikur ishe mikja jon kur në fakt ishe thjesht një tjetër person i pasur që donte të luante me të varfrit. Fjalët e Lukës ishin si thika në zemrën e Elenës. Jo, Luka, nuk është kështu. Atëherë çfarë është, pyeti Ana, lotët i rridhnin në fytyrë. Ti na gënjeve edhe ne? Elena u ul në gjunjë para Anës, duke u përpjekur të prekte fytyrën e vajzës, por Ana u tërhoq. Ana, e dashur, unë kur nuk gënjeva për atë që ndjej për ju. Por gënjeve për atë që je, tha Marku me zë të thyrë. Gjithë këtë kohë, ti më shikoje të luftoja me probleme financiare që për ty do të ishin të parëndësishme. Ti më pe të pranoja poshtërimin, pe fëmijët e mi të shqetësoheshin nëse do të kishim para për gjërat bazë dhe qëndrove e qetë. Sepse nëse do të tregoja, ju nuk do të më kishit pranuar, tha Elena, fjalët i dilnin me dëshpërim. Për herë të parë në jetën time, dikush më donte pa e ditur sa kisha në bankë. Doja ta ruaja këtë. Të ruaja çfarë? Marku qeshi me hidhërim. Argëtimin tënd? Eksperimentin tënd social? Të luash sikur je e varfër duhet të ketë qenë shumë emocionuese për dikë që ka 32 prona. Pietri vëzhgonte gjithçka me kënaqësi të dukshme. Mirë, kjo sigurisht ndryshoi dinamikën e situatës. Kiara, duket se fëmijët janë ekspozuar ndaj ndikimeve të dyshimta. Viktori, duke kuptuar më në fund se kishte shkaktuar një problem serioz, u përpoq të kërkonte falje. Zonja Elena, unë nuk e dija, nuk doja të ndërprisja. Shko, i tha Marku Elenës, zëri i tij i ftohtë si akulli. Tani. Elena u ndje sikur bota i ishte shembur. Marku, të lutem, më lejo të shpjegoj. Të shpjegosh çfarë? Që për javë të tëra ti më shikoje të luftoja me probleme financiare që mund t'i kishe zgjidhur me atë që shpenzon në një vakt të vetëm? Që ti le djalin tim 12 vjeçar të shqetësohej nëse do të kishim para për ushqim? Unë po ndihmoja, tha Elena me dëshpërim. Intervistat e punës, mbështetja. Ti po blije falje të parakoshme, kundërshtoi Marku. Duke bërë favoret e tu të vegjël ndërsa fshije se ishe pronare e gjysmës së qytetit. Luka ju afrua Elenës dhe ajo pati shpresë për një moment se ai do ta mbronte. Në vend të kësaj, ai tha me zë të fortë, ti më mësove të mbroj familjen time nga njerëzit që duan të na përdorin. Kur nuk mendova se ti do të ishe njëra prej tyre. Elena shikoi përreth dhomës. Marku e vëzhgonte me përbuzje dhe hidhërim. Luka ishte i zemëruar dhe ndihej i tradhtuar. Ana qante e hutuar duke mos kuptuar plotësisht çfarë po ndodhte, por duke ndjerë se bota e saj ishte thyrë. Kiara dhe Pietri vëzhgonin me kënaqësi të maskuar keq. Unë kur nuk doja t'ju përdorja, tha Elena në një përpjekje të fundit. Ju dua. Dashuria nuk ndërtohet mbi gënjeshtra, tha Marku më në fund. Shko, Elena. Të lutem. Elena tundi kokën, lotët më në fund duke mposhtur qetësinë e saj. Ajo u drejtua drejt derës, duke u ndalur vetëm për të parë edhe një herë Anën, e cila fshihej pas Markut. Ana, tha ajo butësisht. Mbaj mend kur më pyete nëse do të largohesha? Unë premtova se jo. Dhe po të thoja të vërtetën për ndjenjat e mia, edhe pse nuk thash të vërtetën për gjërat të tjera. Ana nuk u përgjigj, thjesht u kap më fort pas këmbës së babait. Elena doli nga shtëpia duke u ndjerë sikur ishte në një makth. Kaloi rrugën drejt shtëpisë së saj, e cila papritmas dukej monstruozisht e madhe dhe e zbrazët.
Pas saj, mund të dëgjonte Kiarën që fillonte të paraqiste argumentet e saj fëmijëve, duke shfrytëzuar çrregullimin emocional që kishte shkaktuar zbulimi. Ulur vetëm në dhomën e saj luksoze, Elena më në fund kuptoi ironinë mizore të situatës. Ajo kishte kaluar gjithë jetën duke akumuluar pasuri dhe prona, duke menduar se kjo do t'i jepte siguri dhe lumturi. Por ishte vetëm kur gjeti një familje të thjeshtë, që e donte duke menduar se ajo ishte e zakonshme si ata, që zbuloi çfarë vërtet kishte rëndësi. Dhe tani, për shkak të kësaj pasurie të njëjtë, kishte humbur të vetmen gjë që vërtet kishte vlerë. Në anën tjetër të rrugës, mund të shihte përmes dritareve siluetat e Markut dhe fëmijëve duke dëgjuar Kiarën. Elena u pyet nëse tradhtia e saj e paqëllimshme sapo i kishte dorëzuar fëmijët pikërisht në situatën nga e cila ishte përpjekur t'i mbronte. Për herë të parë në jetën e saj të rritur, Elena qau për diçka që paratë nuk mund ta blinin përsëri, besimin dhe dashurinë e të vetmes familje që kishte pasur vërtet rëndësi. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Markut, Elenës, Anës dhe Lukës t'ju ketë prekur zemrat, po aq sa preku tona. Kjo udhëtim na kujton se dashuria e vërtet nuk ka çmim dhe se familja ndërtohet me zgjedhje të përditshme të qëndrueshmërisë dhe dashurisë. Nëse kjo histori ju emocionoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton për më shumë rrëfime që eksplorojnë kompleksitetin e marrëdhënieve njerëzore. Lini një pëlqim nëse historia ju ka lënë mbresë dhe ndani në komente, a besoni se dashuria e vërtet mund të kapërcejë çdo dallim social? Historitë tuaja personale janë gjithashtu të mirëseardhura, ndonjëherë jeta reale te i kalon çdo fikcion. Mos humbisni përmbajtjet tona të ardhshme, ku do të vazhdojmë të eksplorojmë lidhjet që vërtet kanë rëndësi. Shihemi në historinë tjetër.